Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dea, për ju që nuk më njihni dhe për ju që më njihni, mirë se u rikthyet në një tjetër video të këtij kanali. Mos harroni të më bëni një like në këtë video, një subscribe. Unë kam ardhur në Shqipëri, jam të shtëpia e nanës edhe e gjyshit. Normalisht ja bëra surprizë sepse nuk e dinin që do vija. Tani për momentin jam vetëm sepse dolen deri jashtë merrnin disa gjëra, disa perime. Gjyshja ka bërë gjërat për Pashkë, sepse sot është dita e Pashkëve, edhe ju gjithë besimtarëve katolik edhe ortodoks gëzuar Pashkët, sepse Pashkët këtë vit bien të dyja për një herësh, edhe katoliket edhe ortodokset. Nana ka gatu pilaf me pul, oriz me qumësht, oriz me tamel, si i themi ne. Ka bërë byrek, ashtu edhe bukën e bekuar, si që quajmë ne. Tani po presim që normalisht shtrojmë tavolinën edhe të ham drekën e Pashkëve. Akoma nuk jam gjitë lartë në katë tretë të shtëpia ime, sepse nëna edhe gjyshi jetojnë në katë parë, ndërsa mami, babi edhe vllai në katë të tretë. Kështu që po ham drekën edhe pastaj do ikim lart, do ju marr me vete në këto ditë pushimi në Shqipëri. Familja ime më thonë që jam dobësu, edhe normalisht unë ndjeva shumë e lumtur, edhe pse mos më duket që jam dobësu, por gjithsesi, sot në mëngjes jam zgjuar në orën 5, më përcolli Klaudi në aeroport. Normalisht nuk jam as e lyme, as asgjë. Po gjithsesi s'ka rëndësi, mjafton që jam në Shqipëri, jam te familja ime, lumturia duket në fytyrë. Shifemi pas pak bashkë. Tani po ju tregoj pak se ç'a ka gatu nana. Këtu kemi pilafin. Shifni sa i mirë duket o zot, ku ka si pilafi gjyshes. Këtu pastaj është byreko që gjyshe ime e çan, o zot i madh, nuk e di sa i mirë duket. Edhe orizi me qumësh gjithashtu. Ndërsa bukën e bekuar nuk e di se ku e ka lënë, po gjithsesi do ju tregoj edhe atë. Normalisht të këtyne të njëve do ja bëja surprizë, e dinte vetëm vllai që do vija. Po para një 2-3 ditësh kur po flisnim me vllain, ishte edhe mami afër. Vllai im pa dashje normalisht më pyeti në çfarë ore e ke fluturimin? Edhe unë i thash, "Ç'a fluturimi? Unë s'kam as fluturim, s'kam as avion." Normalisht mami e kuptoi. E tregova që do vija për Pashkë, ndërsa nana me gjyshin nuk dinin asgjë, edhe babi nuk din asgjë. Po munda do kapje reagimin e babit kur të vije, do e vendos diku këto. Oh! No! Bu careful. Bjerde. Njerëz unë fjeta pak tani pas dite, sepse duke qenë se isha zgjuar shumë herët, po më merrte shumë gjumi. Tani jam këtu te shtëpia mamit e babit, jam këtu te kuzhina, edhe vllai im kishte bler çokoladën e Dubait. Normalisht mezi po prisja ta provoja, është kjo këto. Shkrihet shumë shpejt. E provova, është goxha krokante pjesa e kadaifit mrena. Po mu më duk si shije ngjashme me Kinder Buenon. Nuk e di nëse e kam bërë lidhjen tamam apo jo. Po më duket si një shije që e kam provu diku. Nuk e di se ç'a mund t'jetë. Po nuk është ndaj wow të krahasu me atë që është bën rrjetet sociale, sikur është gjëja më e mirë në botë. Është shumë e ëmbël, të vel shumë. Kam hongër 3 nga këto 4 ore, kam pi 1 litri ujë, kështu që po është diçka që ne provon edhe nuk besoj se e blen më. Tani unë po iki, se po vinë njerëz për vizitë, kështu që shifemi pas pak. Ne jemi ullur këto, po plotësojmë një puzzle, e hapëm bashkë me vllain, ka 1000 copa, edhe janë të gjitha copat vogla, është Londra, domethënë është qyteti i Londrës, është kjo pamja këto, edhe copat janë aq të vogla, do e shikoni te klipet që do ju ve. Ka vetëm 1 orë që kemi fillu edhe kemi arrit të formojmë vetëm 3 copza të vogla. E kemi bë tapetin, është komplet me puzzle-a. Po presim edhe babin, se babi nuk e di, po i ka shumë me logjik këto pjesët e puzzle-ave, edhe do e bëjmë gjithë bashkë, kalojmë mbrëmjen, se fundit nuk është se kishim ndonjë plan, do rrim këtu në shtëpi,
Do hajmë gjërat që kanë gatu mami edhe nana për pashk. I'm so happy I'm home. Doja t'ju tregoja këtë foton këto. Kjo jam unë. Kur kam qenë e vogël, diku tek 5-6 vjeç. Kjo është veshja e tropojës, sepse mami im është nga Tropoja. Po është veshja e meshkujve. Edhe duke qenë se unë i kisha flokët e shkurtër, edhe të prerë kështu tas, nuk e di se si i thoni në ryshe ju, po ne i kemi thënë gjithmonë modeli tas. Dukesha pak si quni vogël, edhe vendosën që të më veshnin këtë kostumin. Gjithë njerëzit që vinë e pëlqejnë shumë këtë foto. Edhe babi e ka mua aty, sepse kanë bërë ca ndryshime kohët e fundit tek kuzhina. Kanë bler këtë minibarin e ri shumë cute, që duket kështu. Më pëlqen shumë edhe mu. Aty jemi unë edhe vllai. Televizori, këto gjërat kështu. Aty është vllai im kur ishte i vogël. Ndërsa kjo piktura që kanë bler tani kohët e fundit më pëlqen shumë, është darka e fundit e Jezu Krishtit me 12 apostujt, edhe është tepër e bukur. Është domethënë investimi më i bukur pikturat janë gjithmonë investim i bukur, edhe më ka pëlqyer zakonisht shumë. Se kuptoj pse çdo herë është edhe më vështirë. Përshëndetje njerëz, po ju flas nga shumë ditë mbrapa, tani jam kthyer në Itali. Klipet që keni pa më përpara ishin ato 3 ditë që isha në Shqipëri. Mund të shihni edhe nga videot se sa shumë u kënaqa. Ishin 3 ditë shumë të shpejta, me 100 gjëra për të bë, me 100 njerëz për të taku, po që gjithsesi u kënaqa shumë, i kisha shumë të nevojshme ato 3 ditë, sepse ishin si një pauzë për mua, një pauzë nga çdo gjë që kemi këtu, domethënë nga përditshmëria këtu. Më shihni me një look të ri, mezi po prisja që ku janë në Shqipëri dhe të bëja flokët. Në një vlog ja u kam thënë duket që sapo shkoj në Shqipëri do i bëj, sepse unë ka 4-5 vite që i mbaj kështu. Nga hera e fundit që i kisha lyp kishte kalu fiks 1 vit, edhe ishte besoj më shumë se 1 vit, kishte kalu 1 vit e 2 muaj, diçka e tillë, edhe ishte koha më e gjatë pa i lyp flokët. Boja kishte shku këto deri në gjysmë krytit, kështu që shkova edhe i lyva te parokierja që i lyj gjithmonë. Unë nuk i bëj tek ndonjë nga këto të famshmet, nuk ju besoj shumë, me thënë drejtën. Ka 4-5 vite që shkoj aty, më pëlqen shumë puna e saj, është goxha e aftë. Për ato që janë në Shkodër, parukeria është fikse te ish kryqëzimi Dex, edhe ka shkruar me parukeri Wendy. Është një vend i vogël, i lezetshëm, me çmime shumë të arsyeshme krahasu me ato që jemi mësuar të dëgjojmë, se zakonisht ato që kanë pak më shumë emër marrin nga 120 deri në 200.000 lekë. Unë ndërkohë i bëra vetëm me 70.000 lekë, edhe jam super shumë e kënaqur, nuk kam as tip të verdha në flok, as portokalli. E ka nxjerr shumë të njëtrajtshme ngjyrën, është tip si ngjyrë hieri, nëse mund ta themi kështu. Edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë, ndihem shumë vetvetja, nuk e di se ç'a mendoni ju, a ju pëlqen apo jo. Ditën e parë që i lyva, më dote pak kohë që me më mësu syrni me ngjyrën e re, më duke vetja shumë e zbet, shumë nuk e di, po nga që edhe fakti që kohët e fundit me alergjinë, si që u kam shpjegu këto muajt e pranverës janë kështu, edhe mbije shumë rreth i syve dhe dukem si anemike, pastaj edhe flokët bjonde, ngjaja është shumë e bardhë, po me pak make-up duket shumë mirë.
Në Shqipëri kalova shumë mirë, kalova Pashkët me familjen edhe me gjysherit, u kënaqa shumë. Gjyshja ime u kënaqesh zakonisht shumë që unë shkova, sepse nuk e pristin fare, zero. Edhe babi gjithashtu, sepse mami e kishte kuptu që do shkoja, sepse vllai pa dashje i shpëtoi edhe e kishte kuptu, po gjithsesi u kënaqen shumë. Takova njerëzit e afërt ato që kisha përreth, sepse 3 ditë kalojnë shumë shpejt dhe nuk është mundësia ti takosh gjithë ata që ti do doje. Pastaj ato ditë kam hëngër aq shumë më njerëz. Nuk e di. Duke filluar nga pilafi me puli gjyshes, byreku pastaj që gatuim ne për Pashkë, orizi me qumësht. Vllai pastaj që kishte bler çokoladën e Dubait për mua, kishte bler ca ëmbëlsira me pistakjo që janë si tip profiterol. Nuk e di se si i thoshin, pastashu noshta, nuk e di, nuk jam e sigurt, noshta janë, pastashut janë ato gjata, këto ishin si ti promullake, edhe vinin me pistakje, nese, nuk e di shumë mirë se si e kishin emrin, kam hangër edhe nga ato, pastaj pije pas pije, se kur shkon te njerëzit, normalisht duhet pish diçka, edhe kisha barkon, o zot, si 3 mujsh e shtatzan, po e them për të 100 herë u kënaqa shumë, kisha shumë të nevojshme ato ditë. Unë jam kthy të mërkurën në Itali, të njëjtën ishim në punë, të premten ishte pushim sepse ishte dita e çlirimit të Italisë dhe sot është e shtunë. Claudio është në punë edhe sot, ndërkohë që unë jam pushim, sistemova shtëpinë, bëra punët, lava 1-2 lavatriçe sepse koha është e mirë edhe rrobat fahen edhe ku ka më mirë. Pas ditës apo të vi Claudio do ikim të bëjmë spesën, normalisht si gjithmonë nuk mungon spesa në fundjavë. Pastaj do dalim, sepse këtu te qyteti jon është Street Food Festival. Këto 3 ditë, premte, shtunë e diel. Dje nuk dolem duke qenë se Claudio ishte në punë. Bëri orarin si gjithmonë, kështu që do vinte vonë, sot shpresoj që të vijë më herët. Do dalim të hamjar, sepse janë ato. Keni parasysh si to tip kamionçinash të vogla që kanë atë drejtaren kështu, nuk e di se si quhet. Ka ushqime nga gjithë Italia, po besoj edhe nga gjithë bota. Në sensin nga gjithë bota, tipit ushqime kineze, ushqime indiane, ushqime greke, të tipit sufllaqe, këto gjërat. Po është tek faqja e komunës dje që kishin hedhur një video që dje kishin qenë super shumë njerëz, ndoshta edhe nga fakti që ka qenë ditë pushimi edhe kanë dalë gjithë njerëzit. Po ne do dalim sonte edhe ta shohim se si e kanë organizuar. Hajmë një gjatë mirë edhe të pim në i pije, kështu unë s'pi bira, po maksimumi që do pi një Coca-Cola do jetë. Po ju tregoj 1-2-3 gjëra që bleva në Shqipëri, keni parasysh atë fiksimin që kur vinim në Itali më përpara ose kur shkonim te të afërmit, blinim një shteti se këtu janë më të mira. Kur shkojmë në Shqipëri kemi atë fiksimin që blejmë edhe në Shqipëri, nuk e di pse ndodh kjo, por gjithsesi është okej. Po ju tregoj se çka kam ble. Ashtu po ju tregoj edhe bashkëpunimin e radhës me Luvlet edhe pijamat që më kanë ardhur këtë herë, që janë në bashkëpunim me Betty Pop. Për ju që keni pa kanalet e fëmijëve, besoj e dini se kush është Betty Pop. Ajo me ato flokët kështu dredha, kështu si rrica e dobët kështu. Po ju tregoj tani. Vinë në këto qeset kështu, si puna e qeseve të shenjit që mund t'i përdorni për të paketuar rrobat e juaja. Po ju tregoj kostumin e parë që është për periudhën e verës, që janë këto pantallonat e shkurtra, besoj e njihni këtë se kush është Betty Popin, besoj e njihni. Janë kështu të shkurtra, edhe shumë të freskëta, edhe vinë bashkë me këtë kanatierën e vet, edhe kjo me logon Betty Pop këtu. Kanë edhe etiketën po me Betty Pop. Kjo ka edhe këtë si tip rrethi që ta vendos kështu. Në gjëra shumë bukur. Do ju lë edhe video në Instagramit që kam kriju për ta, sepse kjo është një bashkëpunim në Instagram. Pastaj kostumi tjetër vjen edhe me këtë gjën që vendoset këtu tek syt për kur flini gjumë që mos ju bjeri drita. Unë nuk është se i përdor, po gjithsesi është diçka shumë cute, nëse doni t'i dhuroni dikujt një palë pijame ose dikush është t'i fiksuar me Betty Pop me ngjyrën pink. Është një dhuratë shumë e bukur, shumë e kompletuar sepse vjen domethënë komplet seti, edhe kjo gjëja që vihet kështu tek syt këtu. Kostumi tjetër i ka pantallonat e gjata, janë shumë të buta, nuk e keni ide, janë super të mira, edhe këto të Betty Popit nuk bënin gjonj, sepse një palë të tjera që kam marrë, keni parasysh kur
pjesa pijamave hapet kur ti fle gjumë dhe bëjnë atë, edhe është ai materiali që bëjnë gjunj edhe duken si lecka pastaj. Këto jo, këto ishin shumë të mira. Nuk e di se çfarë materiali janë tamam, një sekond. Materiali është 95% koton, kështu që mendoj se janë super, lahen edhe në lavatriçe. Edhe vinë edhe me këtë bluzën me krah të shkurtra, kështu që është fiks për këtë kohën, tani që fillon edhe nxehet koha, po akoma nuk mund të flesh me rroba shkurtra. Veshësh këto pantallonat e gjata, këtë bluzën e shkurtër që është edhe shumë cute, edhe mu me këtë flokët e reja më shkon super shumë. Është kostumi 3D i fundit, i ka tutat po njësoj, si ato të parat që ju tregova. Ky vjen me një kanatiere që është kështu. Këto janë e njëjta dizenjo. Kanatierja duket disi kështu, është me pulla. Besoj se duhet jetë koton, njësoj si tutat. Po edhe kanatierja është 95% koton. Janë shumë të freskëta, shumë të buta, edhe të mira. Kur flen gjumë, je super butë, si kur po fle parajs. Është disa të herë që po marr bashkëpunime nga Luvleti me pijame, edhe më janë bërë shumë pijame të cilat normalisht nuk del as koha t'i veshësh, as shumë janë. Kështu që unë kam mendu që në videot e ardhshme të bëjmë një tip loje, le të themi. Basta asaj që ju më njihni, do ktheni përgjigje poshtë te komentet. Vajza që e gjen e para, unë do i dhuroj diçka që mund të jetë një nga këto setet e pijamave, nëse asaj i pëlqen. Mund t'i dhuroj diçka nga rrobat e mia, ose një tip kutije me dhurata të vogla. Ta shohim, domethënë kam shumë ide në kokë, por që nga videoja tjetër e në vijim do kemi këtë lojen që unë do shpërblej ndjekësit e mia, dhe shpresoj që ju ta pëlqeni këtë ide, ma lini poshtë në komente nëse ju duket diçka interesante. Jam shumë entuziaste me thënë drejtën, se nuk e di se si do e prisni, nuk e di nëse do ju pëlqej kjo ideja edhe gjëra që unë mund t'ju dërgoj. Kështu që po, më jepni pak support edhe më thoni që është diçka e bukur ose jo nuk është diçka e bukur, nëse nuk ju pëlqen më jepni një ide tjetër, sepse unë kam shumë qejf të shpërblej gocat e mia, edhe pse jo që të rritem sa më shumë edhe këtu në YouTube që të bëjmë gjëra edhe më të mëdha pastaj së bashku. Duke qenë se pijamat mi po atë veshur te videoja e Instagramit, unë nuk po i vesh sepse po përtoj me thënë drejtën, kështu që po ju tregoj vetëm rrobat që bleva në Shqipëri, po a tregoj veshur si rrinë. Gjëja e parë që kam ble janë këto pantallonat e bardha. Doja shumë të bleja një palë pantallonat bardha sepse kanë dalë shumë në modë tani. Tu në Itali nuk kisha hasur një palë që të më pëlqenin. Këto janë ky modeli balloon, që pak a shumë quhetohen bace, që vinë të gjera kudo deri në fund të këmbëve. Po unë kam gjithmonë këtë problemin këtu me xhinset, që mbijnë shumë mirë tek pjesa këtu, po duke qenë se trupi im ka pak a shumë formë dardhe, me sa kam arrita kuptoj. Gjithmonë tek pjesa e belit kam vështirësi për xhinset e mia, kështu që duhet të përdori gjithmonë një rrep. Kur vendos rrepin, pantallonat duken kështu. Injorojeni faktin që unë jam në çorap edhe pantufla shtëpie, po më pëlqen shumë se si duken. Gjëja tjetër që mora është ky funi jeans me këtë të qarën në mes që ka qenë në modë edhe vjet, po edhe këtë vit ja kam pa shumë gocave dhe influencerëve, kështu që unë vendosa ta merrja. Këtë e kam marrë te De Factoja, besoj. Po këtë e kam marrë te De Factoja edhe e mora për 24.900 lekë, ndërsa jeanset i kam marrë 17.900, 18.000 lekë. Pastaj kam edhe dy bluza që po ja u tregoj tani. Janë të bardha dhe nuk i vesha sepse normalisht kam make-upin, po i vesha i bona zhull. Kam këtë bluzën super të veçantë me këtë trëndafilat këto, që ma kishte ble mami tek Zara në Ulqin, te Delta City, për ju që e dini, te ajo qendra tregtare super e madhe në Malzi. Kishte ble mami aty. Nuk është crop top, është bluzë normale, edhe krahët vinë pak më të gjata se të krahëve të tjera. Është një bluzë elegante për ta veshur, nuk e di, kur jenë punë ose në ndonjë darkë, në një gjë kështu. Ndërsa bluzën tjetër ma kishte ble shoqja e vllajt, që është kjo kështu, me këtë jakën këtu, që më pëlqeu shumë me thënë drejtën, se nuk kam asnjë bluzë me këtë jakën kështu, edhe më shkonte, plus edhe me flokët e reja që e provova, edhe duket shumë bukur. Po të veshi pantallonat e bardha me këtë bluzën kështu del një outfit
super i bukur, edhe mezi po pres t'i kombinoj edhe t'i veshi. Kam bler gjithashtu njëri pantallone që është krejt i thjesht në ngjyrë kafe, si që thash, duke qenë se kam këtë problemin këtu tek beli që pantallonat tek pjesa e kofshëve më rrin mirë dhe tek beli i kam gjithmonë të mëdha. Duhet kem gjithmonë një rrep që t'i ve pantallonave, kështu që mora atë. Ndërsa gjë tjetër që kam bler janë edhe 2 lapsa buzësh që i mora në treg. Njëri është nga Anais, këtu, në numrin 309. Ndërsa ky tjetri është nga kjo firma Brooklyn, që është numri 313 edhe është një kafe pak më e errët. Unë i kam vendosur sot të dyja, po i kam sfumu shumë sepse nuk më pëlqen që t'i bëj shumë të errta buzët. Po gjithsesi, kombinimi i këtyre të dyjave bashkë me pak shkëlqys ose një labelo, se unë përdori më shumë labelo që janë me SPF mbrojtëse, del super i bukur. Këto ishin gjërat që kam bler, gjërat që më kanë ardhur nga bashkëpunimet, po pres edhe bashkëpunimet të tjera sepse muaji prill ka qenë një muaj i suksesshëm, le të themi, me bashkëpunime. Shumica janë për Instagram, po gjithsesi unë do t'ja u tregoj juve edhe këtu në YouTube, aq sa të mundem. Tani po ha pak buk në mënyrë që pastaj të dal, ta bëj spezin edhe Claudio thjesht të vit më marri me makinë, sepse normalisht nuk i çoj dot gjitha të çanta deri në shtëpi. Shihemi pas pak. Goconu vesha edhe po iki deri te kopi tani që të bëj spezën, sepse Claudio mbaron punën tani në 4 e pastaj do vit më marri aty, kështu që ikim bashkë dhe bëjmë spezën. Nisa mbarum spezën edhe tani po ikim në shtëpi që ta sistemojmë. Claudio sa ka nga puna është akoma me teshat e punës, kështu që duhet bëj dush të sistemohet, pastaj besoj do dalim. Si të gjithë nga një tjetër ditë na shihni këtu në makinë, sepse sot kemi merkato me të përdorura, kemi merkato del Riuso këtu afër, kështu që ne po shkojmë. Jemi zgju pak herët në mënyrë që të gjejmë parking, sepse po shkojmë më vonë zbet fjalë të gjesh parking, edhe tani nuk ka akoma shumë njerëz. Dita sot duket sikur është e mirë, po nuk ka ndonjë diell kështu super të fortë. Gjithsesi unë jam me mangë të shkurtra, sepse temperatura është diku tek 17-18 gradë që tani në mëngjes. Ne po ikim, kemi marrë kafe në vete, sepse nuk do ndalemi të bëjmë kolacion, se pastaj do mos do vonohemi. Sa të jemi atje, do ju hap kamerën edhe t'ju tregoj gjithë gjërat që do gjejmë. Njerëz, disa erdhëm nga tregu me të përdorura, injorojeni zërin tim, sepse këto 2 ditë alergjia ma ka marrë shpirtin. Domethënë më vjen të shtitem 100 herë. Pjesa e radhëve të syve më është fryrë goxha, po nuk kam ç'a bëj. Sot kaloj pak kjo koha e polenave, e luleve, besoj do kaloj. Para 2 ditësh kam marrë një ilazh, dje nuk mora, ndërsa sot mendoj ta marr edhe një sepse bllokohem komplet tu te hundët. Tregu sot nuk është se ishte aq i suksesshëm sa herën e shkuar, ishte fiks në qendër të qytetit, ndërsa herën tjetër ka qenë në një provincë, domethënë në një tip paesino, edhe gjetëm gjëra më të bukura dhe me çmime më të mira. Sot që ishim në qendër të qytetit kishte shumë stenda, po me çmime më të larta edhe jo me gjëra aq të mira sa kemi gjetë herën tjetër. Unë po ju tregoj këto 2-3 gjëra që kam marrë, po nuk është se dolem pak të zhgënjur këtë herë. Mora këto xhinsa shumë partikolare nga Bershka që janë të ndryshme, domethënë njëra këmbë e bardhë, ndërsa tjetra si ngjyrë ulliri, janë komplet të reja, të papërdorura, janë masa 38, edhe normalisht të do i vej në Vinted edhe shpresoj që të shiten edhe t'i marrë dikush që do i veshi. Do i fus t'i laj pak, sepse sa do kudo
kur shiten në treg të hapur kështu, marrin atë pluhurin, kështu që do i laj edhe kur shiten të shkojnë të paktën me aromë të mirë. Pastaj gjeta këtë poshetin nga Valentino, është nga Valentino origjinale, siç e shihni. Kjo më përdoret si çantë make-upi, po edhe si poshet kështu në dorë për një gjiro të shkurtër që mund të dalësh diku. Zë mjaftueshëm, zë telefonin, portofolin, një paket me facoleta, dhe gjërat esenciale këtu i zë dhe është shumë e lezetshme. Ka këto ngjyrat e zezë me boj kafe. Gjithashtu edhe tek zinxhiri ka këtë detajin e Valentinos, siç shifet. Është goxha e mbajtur, nuk është e refringo, normalisht e mora nga një zonjë që ishte aty, që kishte këto gjërat, ishte edhe një çantë Fendi aty, po ishte shumë e konsumuar, shumë e përdorur, gjeta këtë portofolin Valentino. Pastaj kishte nga këto çantat borboneze që këto sinjorat italiane i preferojnë shumë, po unë sërse jam fanse e tyre. Edhe zgjodha këtë, që nuk e di nëse do e mbaj për vete, apo do e shes, ta shohim, në bazë të asaj se sa vlerësohet. Gjëja e fundit që mora është ky Jeleku jeans, këtë e mora për mbesën e Claudiës, më duk shumë i lezetshëm, i shkurtër, me këto krahët kështu. Është nga United Colors of Benetton, nga Benetton jeans. Për kalamajt ky dyqani ka gjëra shumë të lezetshme, kështu që ja mora, besoj se për tira i bjen fix, po shpresoj t'i pëlqej. Këto ishin gjërat që mora, këto 3 gjëra. Ndërkohë tani po ikit gatuj sepse ora ka kalu 12 edhe ne kemi dalë nga shtëpia që nga ora 9 pak a shumë. Të ham bukë, të pushojmë pak edhe pastaj ta shohim se ç'a do bëjmë pas dite. Ne dolëm, po sa dolëm na zuri shiu, kështu që jemi këtu të 23. Po fryner, nuk po bie në shi i madh, është shi i imët, po që gjithsesi t'jep bezdi edhe t'lap. Tani po presim këtu që të pushoj shiu. Po pushoj shiu, do dalim. Do ikim pim në gja, ose... Në fakt, në momentin që dolëm sepse këtu ka merkat straordinari edhe tham, okej, do dalim bëjmë një gjiro. Po me sa duket fati nuk është me ne. Ju. Sa duket fati nuk është me ne, kështu që gjasat janë që edhe të kthehemi në shtëpi.